Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze ka propozuar ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për të miturit nën moshën 15 vjeç. Propozimi vjen pas shqetësimeve në rritje për ndikimin e platformave sociale në shëndetin mendor dhe zhvillimin e fëmijëve. Ministri i Shëndetësisë Publike paralajmëroi se shoqëria po rrezikon të humbas një brez të tërë për shkak të konsumit të pandërprer të përmbajtjeve online. Sipas rekomandimeve të komisionit, mosha minimale për përdorimin e rrjeteve sociale duhet të caktohet në 15 vjeç. Platforma si Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok dhe YouTube do të kenë përgjegjësinë për të verifikuar moshën e përdoruesve. Ndërkohë disa platforma lojrash mund të përjashtohen nga ky kufizim. Projektligji do të dërgohet për konsultim palëve të interesuara përpara se të marrë formën përfundimtare, ndërsa synohet që të hyjë në fuqi më 1 janar 2028. Suedia ndjek kështu debatin ndërkombëtar mbi sigurinë e fëmijëve në internet pas vendimit të Australisë që në vitin 2025 vendosi kufizime të ngjashme për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit.